Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma allimna bima yanfa'una, Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zid lana min ladunka ilman ya rabbal alamin. O djem, o vllazër, Allahu Jalla Jalaluhu e ka krijuar njeriun edhe e ka obliguar. Qasaj që e ka obligua, i thënë në arabishte, teklif. Teklif. Çka do më thonë teklif? Mi a bon për borç që do gjona, kimi bon, që do s'kimi bon. Që ka teklif. Insani i meqëm është mukellef. Mukellef. Teklif, puna, mukellef, robi, i ba mukellef. Çka do më thënë mukellef? Allahu ka obliguar me i kryu do punë. Në dunjë jemi me i kryu do punë. Me fitua xhenetin. Me la që t'i kryjnë punët e veta, po janë të kurdisura. Me la që janë të kurdisura, keni mësu. Gjinni, bota gjinore, djallëzore, edhe ata janë mukellefin. Çka do më thonë mukellefin? Të obligua me i kry punët. Këtyne në arabishte ju thohet këtyne veprave ef'alul mukellefin. Punët dhe detyrat e të obliguarve. Na jemi të obliguar. Çfarë detyra kemi? Allahun me adhurua një. Me adhurua si pas urdhnit në Kur'an dhe si pas veprimtaris në sunneti, jo të shtakon aty. Me respektu bab e nan, që dini të gjithë. Me fal namaz, me dhënë zeqat, me agjeru, me shku në qabe, mu ndalu prej harameve, mi kry obligimet, halalin më shqy, që to jenë e falil mukellefin, punët e njerëzve të obligua. Ndërto, manën mend, ndërto është edhe me e qeveris, me drejtësi njerëzimin. Shiko çka, me e qeveris, me drejtësi njerëzimin. Sikur që kanë qeverisur pejgambert. Kanë udhëzuar për të qeverisur me drejtësi. Me pas pushtetin në dorë. Njerëzimi me etapa ka kalua. Prej Nuhit alayhi salatu wassalam, pse prej Nuhit? Se prej Nuhit fillojnë problemet, mos harroni, kur të bjerë puna prej Ademit e deri Nuhin, transmetohet që kanë kaluar 1000 vjet, shirk nuk o bon fytyrë tokës. A kuptuat? E prej Nuhit ka filluar shirku. Prandaj prej Nuhit fillojnë problemet. Në surën Nuh, Allahu Jalla Jalalu i ka përshkruar këto gjëra, edhe ka treguar vetë çka bën Davet alayhi salatu wassalam, edhe prej aty kanë filluar problemet. Prandaj konsiderohet Nuhi i dërguari i parë. A kuptuat? I dërguari i parë konsiderohet Nuhi, jo Ademi. Ademi jo njeri i parë, krijesa e parë, baba i mbar njerëzimit, kurse Nuhi konsiderohet i dërguari i parë tek njerëzimi. Se prej Ademit e deri tek Nuhi
nuk o bon shirk në ftyrë tokës. Edhe prej aty fillon problemi. Mandej, kjo bot është luft. Njeri është luft në mes veti, njerëzimi. Njerëzimi është në luft me botën gjinore, gjithashtu. Bota gjinore e cila është në shërbim të njëna tjetrës për me shkatrua insanin, sepse jemi na insan të kemi dushmanin më të madh, shejtanin. Shejtanin. E tani prej shejtanit janë minel gjinnet i vënnas, edhe prej shejtanëve të njerëzve, edhe prej shejtanëve të gjinave, dushmant. Çdo punë të marrë që mundohesh me bën të mirë, shejtani ja ka bën obligim vetvetes deri ditën e kiametit me të mujt me të deviju për asaj rrugës. Po do mi bën mirë babës e nonës, çaty përzihet sa ke pas kom pas 7 çifte me një pitajk mi abli. Shejtani rrugës e thot 5 blia se bolli ka. Ose ma të tjetë është ku 4 se një ha 5. A kuptuat? Gjithkund ta mua. Gjithkund. Prandaj, muslimant nuk duhet veç mu sjellë mu mështjellë qëtu. Duhet ma gjanë me kuptua. Na që përrim me juve edhe për ju folim edhe për ngoni edhe ligjerata shqiptarët po kallëzojnë, hoxhallarët po kallëzojnë kret mashallah, duhet në loj, kret me hin, loj, jo vetëm me ngua hoxhallëk. Jo vetëm me ngua, po me hin loj të praktikimit, punës. Se me ngua bol nguat, mo që 15 vjetë as për ngunia, u mytët të ngua, nga hoq mazdomi, nga hoq hadithin, nga hoq luli, ja hoq beqiri, ja hoq shefqeti, ja hoq kalaja, su nga pëta? Sa bol kja. Duhet me hin loj. Qëka dhe me thonë me hin loj? Si kur që ju këmë thonë gjithë, me ditë si cili prej juve hoxhallëkin paka shumë. Imam lëkin. Më ngrit për klasës. Së më metë klasë pare, se në fështnjore. Më ngrit. Kemi rastet ashtë, dhe s'po guxojmë shumë më folë për botën arabe, sepse jenë në halë të keqë. Edhe me kallëzu diçka për të mirë, mas janë halë të keqë, s'po në do këtë as halë i që ati i mirë. Për shembull, unë kur isha në Damask, ligjerat, stomatologu. Skënder, 75 nëse 76 nëse zgaboj, e 600% po mund të ketë kene edhe 75, i kanë resh një stomatolog 2 dhamë unë për fundit. I kam 2. 75 ose 600%. Sa bojnë ato? Gati, 38 vjetë. Hala i kam qështu. Do më thonë mirë që i kanë resh. Qaj stomatolog, boj ke ligjerat ditën e gjumo e knaqke. A kuptuat të shka dështë të më thonë. Nuk ka obligative veç mi unë nështrua medresës 4-5 vjetë me shkua. Ilmi është në hoxhallar, mirët prej hoxhallarve. Edhe ilmi nuk mirët kretë në 4 muret shkollave të medreseve. Ilmi mirët me ju shoqërua një hoxhës 20 vjetë, 10 vjetë, 15 vjetë, që mi a marë komplet senet, gojës ti. Punën, libran, ku e nëzuar, pse e vuni, të sheqiti, shka shkrujti, shka nënvezoj, tek nënvezoj, qëfar qëllim pa, tani i këni, a kuptuat që për me mujt mi arrit asaj qka duhet më të madhës që jashtë. Se ka ligjerata, ka lexime, ka e kënina mirë, po diqysh, po fluturojnë gjeret. Me këto shka po du me ju thonë, më arrit të një qëllim, a e qëllimi është kur dhe të marrin pushtetin në dorë muslimant edhe njëherë. Kur, ma të pytjen ati vlau, qatë muhabet dhe të shkujmë kadal. Kur dhe të marrin edhe njëherë pushtetin e qeverisjes muslimant në dorë. Për çka po e thamë këtë fjalë? Këto kur ta spjegoni që ta shta qitni në YouTube, ata apo do një komente edhe sulme. Për së është problema ja.
Pse po e tham këtë fjalë? Sepse më e meritueshme, më se e nevojshme është për qeverisur botën feja islame. Sepse më asnjë sistem njerëzit nuk janë bërë rahat. Ku janë bërë rahat? Dikush a din ndonjë shtet që janë bërë rahat që ta insan? Që kur të vdesin kanë më shku në xhenet? Po dhe na spytim në anën tjetër, oni hajt për arabët, na kështu si marrim gjërat, na po folim për muslimanët, jo për arabët. Po folim për muslimanët, jo për shqiptarët. Po folim për muslimanët, jo për turqit. Me qeverisë drejt. Allahu Gjelle Gjelaluhu në Kur'an thot për dushmanët e dinit islam. Ba'duhum awliya'u ba'd, janë të afërt me një tjetrin. Wa illa taf'alu, ngonë mirë me vëmendje. Po mos u bofshit edhe ju me zveti afër një tjetrit. Wa illa taf'alu takun fitnatun fil ard, bëhet përçarje, gjakderdhje në tokë. Wa fasadun kabir, edhe bëhet shkatrim, fesadi ma. Pse? Sepse po mungon qeverisja e juj si musliman me qeverisje të drejtë. Si të mungoja ajo, popujt shkatrohen në mes veti. A kuptuat? Pse qeverisja e muslimanëve? Sepse duhet me qeveris me Kur'an. Kur'ani është për të gjithë i drejtë. Kur'ani është për të gjithë i drejtë, nuk ka i drejtë veç për muslimanët. Kur'ani ka ardhur i drejtë për krejt insanët e dynjas, qoftë nasrani, qoftë jahudi, qoftë pagan. Secili e ka hakun e vet në hijen e Kur'anit. Kthejnë ata shpak në hallin e muslimanëve sot. Në Siri, për shembull, mos janë fjala ma e freskët tash që po mushën edhe pak 3 vite luftë dhe gjakderdhje në Siri. Pushtetin e Sirisë kush e ka në dorë? E kanë Alevit. E Alevit kush janë? Është një prej sekteve të Alevive, të cilët nuk kanë as libër të shpallur, pra nuk janë besimtar në Kur'an, pra nuk janë idhtar të Kur'anit, nuk kanë pejgamber të ardhur, nuk kanë qabe, nuk kanë libër të shpallur. Kur thom nuk kanë libër të shpallur, a i kuptuat kush janë? Ha? E tani, me kanë bashkë punojnë edhe bashkë kontribojnë e mesele qeter, a me Iranin, a me shijat e Irakit, a me shijat e Libanit, a me shijat e Turkis. A kuptuat Alevit? Alevit nuk kanë libër, nuk kanë pejgamber, nuk kanë qabe, nuk kanë namaz, nuk kanë gusull, nuk kanë agjerim Ramazan. Shka janë? Po që edhe shka janë Alevi? Qka thëjnë? La ilaha illa Ali. S'ka zot veç Alis. Dhe qashtu budallakia ka shkua qaq lartë është kur bubullon edhe veton, ajo, njëna është zëri, hidhrimi i Alis, qetra është zëri i Alis. Mjegulla po vjen, në qësi gjahiljetë, e gjithë e dini që anë mjegulla plusja dhe minusin hapsir. Mo hala rrahen njerëzit qështu. E ata jenë në Siri 10% apo 12%. Po pakica qeveris shumicën. 70% Siri jam sunni. Në fletë, sikur na 96% au deklaruam musliman. Au deklaruam. Sa përqind e falin Bajramin?
Bajramin, a? Po gjumon? Po 5 kohët namazit? Në sa përqind qenkim? A kuptuat të djemë ku është imeti? Në Siria është qaj është? Siria është një shtet me 20-22 milion banor, me diku 10-15% të prej alevive, të tjerët janë Turkman, Kurd, Krishten, Nasrani, Ortodoks, Duruz, që përbajnë një përqindje prej 30% popullatës. 70% janë si pas sunnive. E tash, si pas këtyne sunnive, a janë sunni? Jo. Janë tarikat gjitë lojshë. Ka që kanë ardhë, të nga 2 lidhje si ka, pëse në Arab, 2 lidhje si ka, ose në dërvish. E që ka dhe me thonë sunni, ma adini, që ka dhe me thonë sunni. E kini atë fletushke, në kini shpërnda, kini marë, ase kini marë. Kush jemi ne? A kini marë? Kush janë ahle sunnet i vel gjema? Do të me e kuptua. Se pak e kuptojnë, vallahi pak e kuptojnë. Do t'jo marrë një shembull interesant. Kush punon prej juve mjeshtër, ndërtimtare, ka dhe një që punon. Ti me ka u që ashka ke punua. E mirë. Kur e mati shti, masën e parë. E kemi këto masë. E marem 2-ën, 3-ën, 4-ën. Kur të marem 2-ën e 3-ën, a e masim me 2-ën të 3-ën, me të 4-ën të 5-ën, me të 5-ën të 6-ën i masim, apo qësh i matim? Apo kreti këthejmë të e? A kuptuat? Në kretë botën qëndron 1 kilogram. Kilogrami është në Zvicër, në muzeum. 1 gramshi. Mirë, po dhaj 1 gramshi në çdo 4 vjet kontrollohet prej institutit në Zvicër. Pse? Se edhe 1 gramshmi i hekurit të kurrët hupën. Nashta gjys miligrami e ka hup të hekurit. A kuptuat? A moret vesh? Çdo 4 vjet ai nënshtrohet testit. Keni pa gumat ku i bëjnë balansin. A ke pa që ka që cop hekerje qëti? Thush, ka i bon asaj gjitha gumet madhe? I ban. Qaj 1 miligrami në shpejtësit madhe bëhat 100 gram. A kuptu? Edhe masa e parë, a kemi masën e parë. Masa e parë e jona, kush është? Resulullahi ma ashabët, a janë? Qësh i thejnë arabë që këtyne? Selefës salih. Selef. A i thejnë selef. E ty me të thënë të është selefi i në atë. O mirë shtë me të thënë. Ty ko ke selefi. Atje në Gjermania në kënjë në ka shkeshim në theshin ju i një zelefi. Se sëhit zëhet apë i thënë. Zelefi. E qëka në kjo zelefi? Masa e parë selef. Arab që i thuhet selef as-salih. Selef, shqip, të partë e mirë. Të partë e mirë. A ka të partë e këqi? Selef as-salih. Hajtë ta bëjmë të partë e këqi. Që shtohet? Selef at-talih. Talih të këqit. Ebu Bekri, a unë selef salih, a talih? Apo salih. Të partë e mirë. Masën ku e marim pra na? Të partë të mirë e të partë të këqit. A më kuptuat aja? Ta vizatojmë situatën. Ta marim të vizatume. Që më zdalim prej mësimit nëse kena kuptua. Dushmon të dinit tani gjithë kanë qenë në kundërshtim me të paret e umetit. Ku mujmë me kuptu këto? Marrim fjallën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. A ju kujtohet juve që i ka thonë pejgamberi kanë me ju armiqësue juve të tjeret si kur që armiqësoni ju pjatën në sofrë. A keni marrë këtë hadith? Që shë armiqësojmë me pas në aty? Me për shka i bëjmë?
E fshim. A kuptuat pse ka thonë pejgamberi këta? E cila është ajo grup e cila ka me usulmua deri ditën e kiametit? Cila është ajo grup? Ha? Cila është ajo grup? Po çajo, kret kush janë çashtu, çajo grup është. Deri kur? Deri ditën e kiametit. Amo, çajo grup, a ka më u gjet? Ha? Gjet ka më u gjet. Çajo grup që sulmohet, a kanë me pas për gajle? Jo. Pse? E se kanë gajle dinin, se kanë gajle sulmi. Sulmi është i natyrës tyne. A kuptuat? Pra ne ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kanë me ju sulmua juve, sikur që i sulmoni. A ju ka thonë sahabëve Ebu Bekrit, Umerit, Osman, a ju ka thonë sahabëve? Mos ju ka thonë alevive? Mos ju ka thonë shijave? A ka pas shija alevin këtë pejgamberit? Apo jo, kur jenë formuar? Mas vdekjes, pra. Mas vdekjes Alis. Mas vdekjes. Përçarja ka hime një heri mas i kara khilafet lëku. Kanë hime një heri në përçarje, më një herë kanë hi. Kush i ka shtinë përçarje? Kush të shtinë përçarje? Apo? Munafiki. Qetër? Kajtja. Për pushtet? Unë du me kanë. E ke pa partit politike që shëllbohen me zveti. E keni pa këto ditë, që 2 javë ditë, asu lodhë ta? Qo televizorin, që ta, na kemi me bon, keni me pashka keni me bon. Qitë në votën, bam, bum, bam, bum, bam, bum. Me pas mundësi ata që kanë hupë në këto vota, që ta shka bëjnë? Me pas mundësi, shka bëjnë? Po i vrajnë, më njëherë ata që gjënë. Po shka, a kuptuat pra ku është esenca e problemeve? Edhe në Siri që pyte ti, që ki njëti problem është. Ta është më reale vite, ku më shku ata 10 milion shatë? 7-8 milion shatë, ku shkojnë? Ha? Gjithat gjakderdi që kanë më, ku më shku? Ata e din që si zën vendi pastaj, shka duhet me bo? Deri në fund sa të mundi. E tani aty njëmojnë Irani, njëmojnë Iraku, Shijat, njëmojnë Libani, njëmojnë Izraeli. 17 shtete janë në Siri të luftua prej jashtë shtetit Siris me mercenarë që janë, me aeroplana, me kudiune. Ka pilota prej Serbis që po bombardojnë në Siri, Izraeli po bombardojnë në Siri, Egjipti po bombardojnë në Siri, pilotat e Egjiptit. Lek. A kuptuat? Ta është ti pyetish, qysh ai po hi me lek? Mu his po më intereson qysh. Mu më intereson pse muslimanët janë zotët. Mos po më intereson ai pse po hi. Qysh po hi, hiç po më intereson. Pse sërpi po vjen apo mytën në Kosovë. Mu po më intereson pse kosovarët janë bë mu mbrojt vetë. A kuptuat foren? Ha, Skënder? Këshyri ata shka po bëjnë? Jo, hiç mos i këshyri ata po bëjnë. Këshyri në ju, qka jeni të i po? Ju ku jeni? Mos i këshyri hiç të ata. Ata qka po bëjnë, thuju bravo vallahi, po mujnë me bo. Po ju na shka po bëjnë me bo? Në që 15 vjet, hala një shpi se kemi për shëqatën, më najtë bashk, gjithë në qira. Kur dhe të bëjmë kështu? Si cilin që ta pytish, si cili ja bën krive? Shka për di unë? Unë jo dhumë s'po di pra. I pyta do t'jem, pëse thash ju iftar si vjetë s'kini ba? Në Ramazan. Pëse thash iftar si vjetë s'kini ba në Ramazan? Sa po s'ka arthas një shoqat me në dhonë pare. Qërë është farë përgjegjë? Pëse shoqata ka i merë paret? Ka i vinë shoqatës paret? Po thash sa vetë ju i një 20 vetë? Ti thash banit të shpia, thuj gruës edhe nanës 2 peta, 2 pite. Mushi 2 tepsia burek. Ti 1 tepsi patate, kompira, pjeke. Ti 1 tenxhere pasull. Ti 1 tenxhere kompira. Ti 5 kila mish. Ti 5 kila riz. Edhe u bo iftari.
Jo mu bo qyqave, ne s'kemi. Neve s'na ka ardhë as një shëqat me në dhonë fare, me shtru e iftar. Ju martë drini, ju martë. Shpa të vështi? Muslimant me zveti që shtu. Që këshyri këtu, a jam i nënë për Izrael? A jam i 30 e kësur hëgjallar? Sa jam i unikin me zveti? Sa dajnë një një qetrin? Zbën unë mu shprej që shtu, po e di sa. Alla këto interesi dynjas e vetës. Se të shkujtove që tërsat. Ka thonë pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam, për kajtjen e shpirtit më e rrezikshme ndër krejta, ka thonë është. Vëhija e shedduhun, prej më të vështirave, kajtja. Kret folnik, u binda, argumentet mi kalzuan, kër të vjen puna kajtja në fund, tamam, e kry puna, unë e kam kajtja në time. A dushman të dinit, dushman të muslimanëve, armisht të muslimanëve, gjithmonë e shfrytëzojnë rastet më të dobtat muslimanëve. Më të dobtat e shfrytëzojnë rastet. Edhe mediat i kanë shfrytëzuar më të fortat, edhe shtëpijat e kulturës, krejt ata i kanë shfrytëzuar. Të këshirin e për shtëpijat e kulturës të Kosovës që ka folet. A peshini që ta është një farë, në të farë ABC-a, Dodona, që ka i thejnë atje, në Prishtinë. Që do artisa, kër vëdalin këtë femë në të shplut. Kër pa banë atje, a i me një shtakë, zdi të koma, shka pjafshin kundrën në saj qitërës. Shka po dhe në atje? Me pas qiru e Shakespeare-in. Shka a njif një vaki, një farë akraboa, kusherin Shakespeare-in. Kusha e Shakespeare-in? Që është musliman, që është. A dushman të kanë bot vetë. Dhe vazhdojnë të bëjnë. Pse? Jenë bashkuar me zveti. Kur të bashkuar me zveti, arrish suksesi. E na mu bashkuar me zveti, qka po lypim? Ja, na nuk e lypim ata qka pe bëjnë ndaj nesh. Na mu bashkuar me zveti, e lypim të kundërtën për atyne. Pse? Na mundohemi me ordnuan rrugë të drejtë dhe me ndaluan nga keqja. Ata kur janë bashkuar me zveti, kanë bërë gjakderdhjet. A pe kuptoni që janë dy gjëra këtu? Bashkimi i muslimanëve me zveti duhet më arrit paqja në botë. Paqja në botë, selamet. Qeverisje e drejtë me Kur'an dhe me sunnet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Po kur ta folish me këtë Kur'an dhe me këtë sunnet, i keni pa në komente që kanë bëjnë. Shëriatin në qenë në shajnë, i shëriati në arabije, ju këthenu në arabije, vishnu me fustona, i keni lëshu mjekret, i një bon kështuhe, ja u bon fshim në kështuhe, shaja shtuhe, populli ndyt, populli fliqt në goj, se pa i ka një fliqt atë fjallë të ndyt as i folën ati. A këptuhet? Zati ju kretë e dini, ai prifti këqira, a ke këqira? Ha? A pa e qëfar tha? Qenë me bishta. Qenë me bishta për 2 milion musliman të Kosovës. Ti kish mytë tha kretë Miloševiqi, kur gjonë s'kish bon? Se sa ka bon? A i ka kalzuat vërtetën e ma, ta ma më shprej. A i në akiden e tyne, akide për diri shka, në akiden e tyne qashtu na jemi. Në akiden e tyne shumë tamam ka fol. Zati qysh ka fol, këqira tamam është krishteret shka menojnë për ne. Na menojnë për ata është. Që unë po thëmë ndrysh, unë po thëmë jarab, inshallah bëhen musliman, e bëhen musliman me e adhuru Allahun në ftyrë tokës, e me shku në ahiret në gjenet. Se krishtian ta ke pa që shlipit me shku në gjenet, veç si ta duen Hazreti Isan,
Na me dashuri shkem xhenet. Ja. Pa vepra zbahet se. Allahu Gjelle Gjelalu ka treguar në Kur'an. Në Kur'an ka treguar që pa vepra s'ka. Wa qul i'malu, punoni. Thuaj me punë. Allahu Gjelle Gjelalu që ka thot në Kur'an? Wa nudu ashabel janna. Wa nudu ashabul janna. Do të vjen një thirrje ditën e gjykimit xhenetlive. Wa nudu ashabul janna. Çfarë thirrje do t'ju vjen? El janna urithumuha. Urithumuha. Miras e kini. Virathe do të trashëgoni. Urithumuha bima kuntum ta'malun. Për sebeb punëve që keni bërë. Qëtash kur ta marrim me mend të shnosha një njeri ta jetën 5 koti ka fal, zeqat ka dhon, agjerim ka agjeru, babe non ka respektu, grua ka nderue, evlat ka edukue, tër jetën. Ai qetri tër jetën raki ka pi, ka rren, ka gënjye, ka tradhtu, ka shpionu, këta në të zezat i ka bon. Të dytë. Qështë do t'jenë? Që kjo është halli i metit o djem o vllazër. E ato që shkuan pa këtaj mohabeti i qeverisjeve, pakicat për e mundin shumicën që i kanë thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam do t'jemi pak njëra, ja Resulullah jo, ka thonë do t'jeni shumë me numër, do t'jeni të pa vlerë. Të pa vlerë, pse të pa vlerë? Se të coptuam me zveti. Coptuam me zveti, anë jeni të pa vlerë. E ajo të coptuam, ka thonë hadith, wal firqatu adhab. El gjemaatu rahma, wal firqatu adhab. Uniteti është mëshirë, për coptimi është azab. Kollaja kjo hadith me mësu, tekstualisht duhet me ditë arabçe. El gjemaatu rahmetun. Me mësu arabçe me ditë. El gjemaatu rahmetun. Wal firqatu adhab. Grupacioni është azab. E derisa grupacioni është azab dhe muslimanët janë grupacion me zveti, kënd së në bëjnë, apëshojsh 60 shtete ka Liga e Botës Islame. Liga e Botës Islame 50 janë e 7 të regjistruar që ato që neves në kanë pranuar komplet. A di që lypshim negocime me ta e lobime të na pranoje komplet Liga e Botës Islame. Do më thonë, ti bëjmë me njëherë 57 shtete pro Kosova. Që unë po bëjnë, ose Liga e Botës Arabe që është vetë, parlamenti i Ligës Botës Arabe. Pse së unë po bëjnë kur gjohën në Siri? Asë një sensë unë po bëjnë, ha? Më bash hiq. Pse? Sepse konjtja e madhe, si cili nuk do mu fut, e she, pi shohin fëmijët shpomyten, gratë që shpo përdhunohën, vajzat po përdhunohën në Siri. Ta në zezat e në të i bon prej diktaturës. E që diktaturë, kështë ka vunë Siri? E ka vunë Franca. Se Franca ka pas Sirin edhe Libanin edhe pjesë të Irakit, e ka pas në nësundim. E ta është më shku ma larkë. E pse me konë në nësundim? Po pse si e bashkë? Si mës ti e bashkë, së ndoni treti. Për qaj dhe? E së ndo. Për qaj dhe së ndo. Dhe më thënë lidhet zinxhir kjo. E tash muslimant prap duhet me menua, në përgjithësi muslimant me menua, qysh me pas pushtetin dorë muslimantën të ardhmen. Për çka pushtetin dorë? Se neve na lexojnë ka prapa letrat. Me shtin gratë në havale, me shëriati, jo bre, sa është kështu. Çka dhe më thonë me pas pushtetin dorë? A përshini Kosova këto ditë është e radhitur me Shqipërinë, Kroacia, Kosova, Maqedonia, Shqipëria janë një prej shteteve ma hajduçe në botë. 112. Ja është marrë për kosovarët. Pse o marrë? Se 96% keni thonë jeni musliman. E një popull që thotë është musliman, deklarohet që është musliman, hajnin e ka, kurvnin, rakin, njësoj.
A na shof një vet, ju shpesh shif një vet. Hime kundra asi planika në xhamit xhumon, dalish me sandalla. Do unë kur po vjen dikush xhumon, më u fal për xhumon, çka u bën planikat, po më thotë hoxha ti shtitet i në zyre me çelc. Pse? Kush pi vjet? Çaj që gardë më fal, a? Mos. A shihni ku jemi muslimanët. Kur vinshin të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me dhon betimin, më duhet më mësu me dhon betim. Bes, me u betue para Resulullahit. Allahun më adhuruan, ja, mës me bën shirk, zina, kur vëni mës me bë, edhe hajni mës me bë. Shtu në femnat vinshin më u betue të Resulullahit sallallahu alaihi wasallam. A unë alë vjedhje të muslimantë? Po shtu. E shka po doni në? Shka po doni në? Me pas qeverisje? A unë alë vjedhje? Këshia në vjedh. Vllai vllau në vjedh. Qëtu në Prizren. Vllau motrën ka vjedh me qarap në kryje. Pse burri motrës në Zvicra, në Gjermania. Kur e kanë hek policia, kur e kanë qërë vllai, ka motrën me vjedh. Dhëndrin. Po është islami të muslimantë. O djem, kthej një derën, qil një derën në t'jë islamin në shpijat e juja, në farefisin në shtëpijat e juja, në familjet e juja, se islami ka me t'ja banxhi në mesin e muslimanëve. Islami ka me të në rrugë, s'ka adrese ku me hi tek muslimant, që po deklarohen se e në musliman. Që kjo në hallu i metit. E ta shti ke artë në rrugë. Çka me bo? Wattaqullaha mastata'tum. Keni dëru Allahun sa të mundri. Çdo pikpami. Çdo pikpami. Kur bashkohen muslimanët për hajrin e popullit, jo për sherrin. A na, si mi konë gjallë me e kalzu vetin, me e ekspozua islamin si ka ije, shumë vite, s'kemi qenë të gjallë, sa që prej vetë farefisit tonë, populatës tonë, na me dalë me debatua, me kalzu me ta, ata na thënë jo, se këta tut na piktyne. Edhe, që shpeshihni vetë mediat polujnë, fatë roli polujnë, sabak sham gjithë ditën, o zoti madhë, 24 orë, kreta të vetë lokale, shtetënore, e private, kreta me gjonat pa vlera. Artiste, saba, aksham. S'ka vend për hoxhallar. Aty as mirë mëngjes, as një kafën të sabahit, as kafja mëngjesit, s'ka vend aty. Si ta shohin hoxhën, mu tut piti. Teologin. Ato qeret, femnat pikëshyris, unë i ngoj ka njëherë, qka po na japin. Si cila, thot njëra, kam bo një karierë, kam kriju një karierë, kam bo një karierë, kam bo një spot. Shka ke bo më atë spot? E ke po atë që bo femnet, që ka hupat femërin e saj, o cula ka, po ban. Ajo do të bëhet njona? E ke po atë që bëjnë? Këngëtarët. Unë e bash i këshyri shka po ban. Spot po ban. Komat, krihet, boksat, vaj muzike. Ajo do të bëhet njona? Ose nesër mu bon kryetare e shtetit.
edukator. Këtë ju thotë e vlad vetë më zbani kështu. Këtë ja këqyrin filma, thënë për ti që shke bo. Shtu ka ardhë kohë. E ta është dhrim në fund këti muhabetit. Ani pra ho, shka të bajmë? Na që ta shka të bajmë? Unë jo për t'ju dhonë shpresë, se jam vetit edhe i jap shpresë, po unë për ju thamë se akoma ka hajrë, edhe ka me pas ditë vetarës me hajrë, inshallah. Se po e shohim rinin që po falen. Baba dhe nona s'pi falen, e vladi po falen. Populli pri mrenda është të munua për dishka. Po s'ka ku me pa model, monster. Çka me pa në për televizore? Hajtë, këshurni televizorat, pi sabak sham, këshurni gjatë natë. Filmat ka pëjqesin anikni, shka me pa, shka me marë familja për ati filmit. Ta që kanë pru një film, këtë dhëja e kishë pru një film të indisë. Shka është qehet Kosovari ma ata të indisë? Me qka bashkohet popull budist, budës që i adhorojnë budën, me një popull musliman, kulturën, qëfar kulturë? Nuk e di. Ose dramat shqiptare. Në gjithmonë për duhet me knue këngën në melodit huj. Na me jetua me melodin e që tërkuj. Pse? Se si jam i të zotë të vetës, si jam i unik në mes veti, edhe që kjo grupe vogël, që është nuk është sa duhet aktive. Prandaj, po dona me lëviz ka hajri. Që ajo pak që po dona me lëviz ka hajri, me njëherë mediat e pëshe që farsulme kanë ndaj hoxëllarve. Shikoni një majdashëm në media është sot burdushi si hirbas, si magjistar, se sa hoxha maj mirë që kanë trojët shqiptare. Mirë po, 2 pika. Ta shka una tjetër pozitive. Na duhet të vëprejmë edhe të punim. Edhe po shkem ka hajri. Mirë po vallahi po i thëmë vetit edhe juve, pavarësisht prej vendit punës, pavarësisht prej tregtis ku e bëjsh, pavarësisht prej shkollës ku je, pavarësisht ku je prej ati kandit dhe të vogël apo të madh kandit, edhe bën një dua, lutni Allahut subhanahu wa taala, se lutjet pranohen inshallah, edhe e dyta, punoni veproni. Edhe mësoni familjet e juja. Po e lexoj dje një fjalë të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Robi kur po thej ka la ilaha illallah, astaghfirullah, wala hawla wala quwwata illa billah, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim. Tesbih Allahun që po e bën. Një prej melekëve të Zotit po e merr tesbihin e tij që ka bo në shkrahun e vetë, edhe për del për pjetë qillit, edhe se cila grup e melekve që po e shohin që kanë të bartë për i tesbiheve të robit fytyrës tokës, po bëjnë dua për ata insan, me laqët. Deri atë tesbih po e qanë nën arshin e Allahut subhanahu wa ta'ala të rezervohet për ta. Bani dua. Allahi në ju zoft babe non, në ju zoft vlla e motër, në ju zoft akraba, këshi, farefis, në ju zoft kretë popullin tanë. Ama dua edhe pun. Pun, dhe më thënë, jo veç dua,
dua e punët bani edhe mbështetni të Allahu subhanahu wa ta'ala, sikur që e dini Ibrahimi alayhi salatu wassalam Ismailin, wa idh yarfa'u Ibrahimu al-qawaida min al-bayti wa Ismail, masi e kanë bë çabën, çka kanë bë? Janë ul kanë bë dua, Rabbana taqabbal minna. Na këta bëm ja Rabbi, tash ti na pranoj ja Rabbi. Qysh na pranoj? Dhe po si mos pranohet atë punë që e ke bën, atëherë kot je lodh. Nëse punëtorët e bëjnë një punë të keqe dhe inxhinieri vjen më në fund kur e sheh se keni bën mirë, ja u prishën. Anitet, ja u prishën. Edhe unë ja kam prish mjeshtrit tam në xhamin jeni më hall kur kam punuar. Inxhinieri më ka mësuar çka më këshyr gjatë ditës që ta këshyre. Tha si të montohet kështu, prishja le të bëhet kështu. Unë montua keq, ja u kam prish aty në mjeshtri vjardhi natë pak. Qysh hoç ti hoç? Tash unë hoxhem, po, mjeshtri, inxhinieri më ka thënë kjo çështu, jo çështu. Atëherë pra, su bon kabulla jo punë. Mundët komplet ploqa, pllaka, soleta, zbohet kabull, kret prishet. Apo e kuptoni qysh? Po me bani punë që pranohet të Allahu subhanahu wa ta'ala. E për mu pranu punët të Allahu e dini, dy gjonat janë kryesore, njëna është sinceriteti në punë që duhesh me e bëj inshallah, edhe e dyta puna jote me kanë përputhshmëri të plot me Kur'anin dhe Sunnetin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Kjo është halli i umetit në përgjithësi. Ama si shpresë dhanës apo si t'ju tham juve si optimist, ka hajër, se po shkojmë ka hajri. Domethënë mos jetoni tash për fund, po i foli këto fjalë, mos jetoni të dëshpëruar. Ja, nuk dëshpërohemi. Ja, bëjmë punët edhe mbështetemi te Allahu subhanahu wa ta'ala. Allahu na dhash hajrin. Allahu na mësoft neve, na udhëzoft neve me neve ju udhëzoft dhe i mësoft të tjerët. Allahu na bëft krenar neve me Islam. Po edhe bëft Islamin krenar me neve inshallah ta'ala. Ju e dini vetë duan e Resulullahit sallallahu alaihi wasallam që ka bën, dua ka thonë Allahumma izzal Islam bi hadal umarain. Ja Allah, forco dhe ngrite Islamin me njënin nga dy ymerat, Umar ibn al-Khattabin ose Omar ibn Hishamin. O kon duaja pranume për Omar ibn al-Khattabin, Hazreti Umerin, si thejmë na. Omar ibn Khattab, ai Hisham, o kon Abu Jehli, lanetullahi alaihi. Edhe kështu është dini Allahut subhanahu wa ta'ala. Prandaj inshallah Allahi na bashkon në çdo pikpamje. Përçarjet si duam kërkush, edhe kërkush mësë xhelozi runju prej xhelozis, këskanit xhelozis. Kjo në dynja dikuj jep Zoti më shumë, dikuj më pak. Dikuj ka dhënë shnet më shumë, dikuj më pak. Dikuj pasuri më shumë, dikuj më pak. Dikuj dituri më shumë, dikuj më pak. Dikuj ka dhënë pasuni shumë, po ymër pak. Vdiqëri, sa qiti Terezi punën, shtëpia e re e bani kukull, vdiq. A kështu? Ti e ke xhelozu ku sa ka mu knaqën dhe ai ka vdek. Ha? Ai qetri sa martu ka vdek. Ky qetri sa shkollu ka diplomu ka vdek. Ai qetri hiç sa shkollu hiç ka po hala gjallë 90 vjet. Këto janë caktimet e Allahut subhanahu wa taala, neve nuk na lodhin këto. Mirë, po çka na lodh neve? Mos të bëjmë vepra të liga, Allah i na pështoft për veprave të liga, një mos xhelozojmë vllaun musliman mes veti, mos ta kenë xhelozin, xhelozia bëhet sikur që e dini për dy gjëra, kujt i ka dhënë Zoti pasurinë halal e shpenzon në rrugt të Zotit, edhe kujt ka dhënë Zoti dituri e i mëson të tjerit prej saj, me i xhelozuar që edhe na të bëjmë sikur ata dy që bëjmë inshallah taala, kjo bën me xhelozu, kurse për tjera gjëra Allahi si ti me xhelozua jenë kundërshtim me caktimin e Allahut, se Allah ja ka caktua ati qështu. Su shej, sa budal, hiç s'ka punu, s'ka fitu, që plët pasuni. Allah ja ka që budalës pasuni. A thu qështu, shejtanit të qështu më thonë. Ja, në kështu zbajme e bon. Por inshallah ta'ala, ka khajri përshkem, khajr ka bi idhnillahi ta'ala, wa salillahum ala sejidina wa nebina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ecmain.